Lideri suprem I Iranit Ayatollah Ali Khamenei ka refuzuar kategorikisht kërkesat e SBA-s për të dorëzuar pas bombardimeve të Izraelit, duke paralajmëruar se çdo ndërhyrje ushtarake amerikane do të sillte dëme të parikuperueshme. Mes tensioneve në rritje, deklaratat e Khameneit u transmetuan nga televizioni shtetëror, ndërkohë që vendodhja e tij mbetet e panjohur. Presidenti amerikan Donald Trump ka kërkuar dorëzim pa kushte nga Irani dhe ka paralajmëruar Khamenein pa dhënë urdhër për eliminimin tani për tani. Fillimisht I distancuar nga sulmet e Izraelit, Trump ka sinjalizuar mundësinë e një përfshirje më të madhe ushtarake, duke dërguar avion dhe anije shtesë në rajon. Në përgjigje, Khamenei e quajti qasjen e Trump kërcënuese dhe absurde, duke theksuar se populli iranian nuk dorëzohet përballë presionit. Ndërkohë, zyrtarët iranian kanë paralajmëruar për një luftë të gjithanshme nëse SBA-ja ndërhyn drejt për drejt. Izraeli ka vijuar bombardimet në Iran duke goditur objektiva strategjike, përfshirë depo armësh dhe qendra bërthamore me pasoja të rënda